Do dert kafe. Okej? Do dert kafe të njollat e kafes. Po ja hap në të lloj mënyrë. Po bëjmë edhe rimen që e kemi marrë jonës. Po e bëjt e tjetra. Okej. Njollat që mezi piqen. Make-up. Ta bëjmë të që mos duhet. Pra njollat e make-upit. Tjetër. Mos ja harxojmë edhe jonës. Po jetim edhe birrën. Ja. Me që janë njollat vështira, qa kemi tjetër? Kaq për momentin. Këto janë njollat më të vështira, apo jo? Si trajtojmë njollat në këtu? Qa bën ti para si e na? Atëherë, shikojmë çfarë njolla kemi Okej. dhe në varësi të njollave që kemi, përdorim detergjentet që kemi. Okej, bëje pra. Pra kjo është si parë. Si parë. Ti e spulcon pa e fut në Në lavatriçe. lavatriçe. Super. Atëherë kesh për make-upin. Okej. Kas për kasi. Perfekt. Është shumë e rëndësishme që klienti këto gjëra nuk duhet i gjej, pra duhet mos gjithmonë sa herë që merret nga lavanderia duhet kontrolluar përveç stafi që e trajton këtu dhe i lanë dhe i sistemon, por edhe ju kur e merrni, nëse shikoni një njoll nuk duhet ta shtroni sepse automatikisht ju lë review negative dhe klienti nuk jeni kënaqur. Pra është shumë e rëndësishme se sa njerëz lodhen këtej për të kujdesur për ju në këtë rast. Atëherë përdorim për njollat e kafes dhe të pijeve. Okej. Jo me kote hapa kastile, se po t'ishin gjitha me vend, që pa. Okej. Tani, ka një gjë që e le pak të, po e fut direkt në lavatriçe? Duhet lënë diku tek 15 minuta. Okej. Edhe me pas lavatriçe me sa gradë? Me 65. 65 gradë. Shumë bukur. Do ta ndjekim gjithë si proces?